tre të rinj që po shikoni janë dy vëllezërit Enedi dhe Erildi Laçi, përkatësisht 25 dhe 20 vjeç, si dhe 24 vjeçari Enriquet Kurti. Ata humbën jetën në aksidentin tragjik të regjistruar mbrëmjen e djeshme në aksin Fushkruj Vor në Fushprez bashkë me 22 vjeçarin Andi Laçi. 4 të rinj kanë qenë duke udhëtuar me një automjet tip Mercedes-Benz i cili u përplas me një betoniere. Pas aksidentit, mjeti shpërtheu në flak. Mësohet se pranë vendit ku ndodhej ngjarja tronditse ndodhej pika e betonit dhe betonieria sapo kishte dalë në rrugë. Mjeti ka qenë në lëvizje kur benzi ku udhëtonin viktimat ka ardhur nga pas dhe e ka goditur. Drejtuesi i betonierës, shtetasi Aleksandër Krashi, 24 vjeç, fillimisht u arratis në këmbë nga vendi i ngjarjes, por më vonë u kap nga policia dhe u shoqërua në komisariat. Mjeti Mercedes-Benz u konstatua duke u djegur nga efektivët e shërbimit të qarkullimit rrugor rreth orës 23:50 dhe pranë saj dhe betonieren. Në vendin e ngjarjes shkoi një mjet zjarrfikës i Kamzës, por nuk e shmangu dot fatalitetin pasi 4 të rinj ishin djegur brenda mjetit.